Taoland Hodaj, një avokat I njohur nga Kosova, është nderuar zyrtarisht nga Asambleja e Shtetit New Yorkut për kontributin e tij të jashtëzakonshëm në drejtësi, diplomaci ndërkombëtare dhe angazhimin aktiv në komunitetin shqiptar amerikan. Asambleisti Sam Pizzolo dhe drejtues të tjerë të kuvendit vlerësuan arritjet e Hodaj duke e përshkruar atë si një lider të ri, dinamik dhe një profesionist ligjor me ndikim ndërkombëtar. Ky është një moment që do ta kujtoj për gjithë jetën, ka shkruar Hodaj në Facebook duke shprehur mirënjohjen e thellë për këtë. Ai shtoi ky moment I veçantë më jep edhe më shumë motivim për të vazhduar punën time me përkushtim dhe pasion. Hodaj është partner menaxhues në Hodaj Partners, një nga firmat ligjore të respektuara. Me një karrierë mbretërore juridike, ka qenë këshilltar për reformat legjislative dhe një zë I fuqishëm për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë. Në New York, Hodaj mbetet lidhur ngushtë me komunitetin shqiptar amerikan duke ofruar ekspert ligjore, duke punuar për ndërtuar lidhje më të forta mes SBA-s dhe Kosovës.